Vaksinimi kundër gripit sezonal ka nisur edhe në Lezhë, që prej 22 shtatorit vaksina është dhënë në dispozicion në të gjithë qendrat shëndetësore të qytetit dhe të fshatrave. Interesi i qytetarëve, kryesisht i moshës së tretë për të vaksinuar, paraqitet i lartë. Vaksina është një masë efektive për të reduktuar rrezikun e infektimit dhe për të parandaluar komplikimet e mundshme, duke mbrojtur shëndetin e individit dhe të komunitetit, thot drejtori i njësisë vendore të kujdesit shëndetësor në Lezhë, Elson Froku. Një VGSH Lezhë ka marrë të gjitha dozat që janë për të aplikuar për popullatën, për të cilën është përcaktuar në bazë të një formule që është e aplikuar nga OBSH-ja, për të krijuar atë imunitetin e popullatës në mënyrë të tillë që të minimizohen të gjitha rrezikët për kapjen e gripit të shumicës së popullatës. Fushata po vjon në dy drejtime. Drejtimi i parë është komunikim, sensibilizim me të gjithë grup moshat e rrezikuara, por jo vetëm, dhe gjithashtu është edhe krijimi i të gjitha aksesueshmërisë, le të themi, për ta kryer vaksinën në ato ambiente ku ato mundën që ti aksesojnë më afër. Përfshi këtu qendra shëndetësore, por ka patur raste ku edhe jemi transferuar në bazë të gjitha kritereve që përcakton, le të themi, edhe OBSH-ja për ta kryer vaksinën edhe në ambientin ku ata punojnë. Atëherë interesi është i dukshëm edhe në fakt është edhe i matshëm. I dukshëm për shkak të shpërhive të gjithë grup moshave që janë më të rrezikuara, të cilët pyesin edhe vinë afrohen pranë qendrave shëndetësore, por edhe i matshëm sepse nëse flasim për të njëjtën kohë, në të njëjtat data, për të njëjtën periudhë, kemi një rritje mbi 25% më shpejt të aplikimit të vaksinave deri në këtë moment që po flasim. Edhe qytetarët shprehen se vaksinimi është një nga masat më të mira për ta përballuar sa më lehtë gripin sezonal. Mosha. Ki para prej impaktit mos i lëm fajin vetë. Jo, njoftimi televiziv. Deri pranë. Kjo e domosdoshme është. Jemi pensionista, jemi smur kronik, e bëjmë parapritje, të mendoj. Kam bërë dhe vjetë, kam qenë mirë, kështu që shpresoj se do si jetë për punë grip. Deri tani në Lezhë kanë mbërritur rreth 6.000 doza vaksinash, të cilat konsiderohen një hap i rëndësishëm për mbrojtjen e shëndetit të komunitetit.